Social Top 5. Social Top 5 fillon pikërisht tani dhe unë që isha duke lexuar jingle-ën e spotin e Social Top 5. Ndërkohë, rikthimi sërish në Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka, Wizi DJ ndodhen në pultin e transmetimit dhe jemi në rubrikën e Live from Tirana, si çdo të premte, kaq shumë të dashur për ju, e cila bën nami edhe në platforma sociale. Social Top 5 rendit dhe numëron bursat e ndjekësve në Instagram të yjeve të showbizit shqiptar, dhe dihet që kur ka Big Brother VIP, yjet e showbizit janë banorët e Big Brother VIP. Ndërkohë, tashmë do të fillojmë renditjen nga vendi 5 deri në vendin e parë dhe më besoni që shifrat kanë ndryshuar tërësisht shumë. Në vendin e 5 ndodhet Rozana Radi. Një javë më parë ajo ishte në shifrat 444.000 dhe aktualisht numëron 450.000. Rozana Radi ka fituar 6.000 ndjekës. Wizi, ku e ke atë? Bravo, faleminderit. Egli Tako ndodhet në vendin e 4. Banoria, finalistja e Big Brother VIP, numëronte 314.000 dhe aktualisht është në shifra 320.000. Ka fituar 6.000 ndjekës dhe kjo gjë Eglit i ndodh për herë të parë pas rikthimit në shtëpi, ku çdo javë pothuajse ka humbur. Për herë të parë ajo pas rikthimit ka fituar dhe ka fituar plot 6.000 ndjekës. Në vendin e 3 ndodhet Gerta Gixhari. Një javë më parë, gazetarja ishte në shifra 80.000 ndjekës dhe tani ndodhet në shifrat 104.000. Gerta Gixhari ka fituar 22.000 ndjekës. Në vendin e 2 ndodhet Gjesti. Finalisti Big Brother VIP numëronte 518.000 ndjekës një javë më parë dhe tani numëron 544.000. Gjesti ka fituar 26.000 ndjekës. Afrohemi në zonën e nxehtë fare për të prezantuar vendin e parë për këtë javë. Ajo mban kuroron si banoria që ka fituar më shumë ndjekës në Instagram në një javë. Në vendin e parë ndodhet Loredana Brati. Një javë më parë, ose më saktë para se të largohej nga shtëpia Big Brother VIP, Loredana kishte 67.000 ndjekës dhe aktualisht numëron 121.000. Loredana ka fituar 54.000 ndjekës. Urime Loredana, ke fituar djath lope, me qenë se e do shumë djathin e lopës, mund të tërheqësh ato tek zyra e Live from Tirana kur të dëshirosh. Bëjmë shaka, e përshëndesim fort Loredana Bratin, i japim një përqafim të ngrohtë nga studio e Top Albania Radio. Ndërkohë, ne do të shkojmë në pak muzikë shqiptare nga producenti, kantautori, këngëtari Elgi Doda featuring Art. E dëgjojmë tashmë për kënaqësinë tuaj, pjesë të Top List. Ne rikthehemi pas pak në program 10:38 është ora eksakte në këtë moment për ju që nuk keni orë.